Përshëndetje të dashur ujorë, mirë se erdhët në leximin e juaj. Do bëjmë leximin apo një lexim të mbylljes së vitit, çfarë kemi marrë, çfarë duhet të lëmë, çfarë duhet të dhe të dashur ujorë, mungesa ime ishte për shkak të një operacioni të përsëritur dhe prandaj me vonesë ju kam bërë lexime, do thot një javë ju kam bërë fare. Po fillojmë të dashur me 6 të shkopive. Ky vit të ka mësuar të dalësh nga hija, të dalësh në pa. Ke pasur momente ku e ndjer i vlerësuar, e parë, madje edhe e fituar. Jo gjithmonë publikisht, por brenda vetes e ke ditur që ke bërë diçka drejtë. Kjo letër flet për rikthim besimi dhe kjo është ndoshta për fillim të fundvitit, fillim të vitit të ri në këtë fundvit. Besim dhe ndjenjë se je në rrugë të mirë, edhe pse rruga s'ka qenë kogja s'ka qenë e lehtë, apo ka qenë kogja e vështirë. Të dashur, kjo tregon çfarë keni mësuar në vitin që po lëm pasë. Pastaj, pas këtij mësimi, ta them, shfaqet qartë ajo që kërkojmë, është 10 të kupës, ajo që kërkon në thelb, në mbushje emocionale, lidhje që kanë kuptim, ndjesi, bashkimi me njerëz të duhur, në kohë me gjëra të duhura. Ky vit të ka mësuar, të ka treguar se suksesi pa ndarje gëzimi nuk të mjafton më. Ke kuptuar çfarë të bën vërtet të ndihesh në shtëpi. Çfarë ka vlerë dhe çfarë s'ka vlerë. Shpeshherë luftojmë për gjëra që nuk i duam, absolutisht. Dhe ajo është mësim, çfarë duhet, cilën betejë ta luftojmë dhe cilën ta lëmë anash që nuk ka të bëjë fare me ne dhe nuk ne e pasgjë. Në qendër të leximit të juaj të dashur ujor është 2 të kupës. Kjo është letra e marrëveshjeve të ndershme, 2 persona që duhen, që nuk do thotë patjetër dashuri. Mund të flas për partneritet, lidhje, dashuri ose bashkëpunim kur ka respekt të ndërtjellët. Për ujorin viti që është duke ardhur, po hapet përballë një lidhje që nuk të kufizon, por në fakt të pasqyron kogja. Këtu nuk ka lojra pushteti, këtu ka barazi, marrëdhënie. Një marrëdhënie shëndosh. Dhe leximi juaj mbyllet me princesën e shkopive, kjo letër sjell energji, fillime të reja, kuriozitete, guxim për të provuar absolutisht, dëshirë për të ecur përpara, pa ditur çdo detaj. Viti i ri nuk të kërkon plan perfekt, por hap të parë. Dhe ky hap vjen nga entuziazmi, jo nga frika. Një vit të mbar duket se do fillojmë të dashur, por duke lënë gjërat pas vetes, ato çfarë nuk na duhen dhe ato çfarë vërtet i dëshirojmë. Viti i ri nuk të kërkon prashkët të shkëputesh nga të tjerë, të kërkon të lidhesh me njerëz të duhur, ec me ata që të kuptojnë, nis atë që të ndezë, që të jep diçka, edhe nëse s'ke gjithë hartën, të shikosh se ku, çfarë. Kur lidhja është e vërtet, situata është e vërtet, rruga bëhet më e lehtë.